Prej më shumë se një dekade, Robert Galbraith ka ndërtuar me ambicie, por edhe me shumë durim, një ndër seritë e romaneve policore më të suksesshme dhe më interesante në mbar botën. Bëhet fjalë për serinë e romaneve policor që në Shqip kanë ardhur nga shtëpia botuese Editoria dhe libri që kam në dorë është Vepra e fundit. Jam në një grush librash me një nga dy përkthyese të kësaj vepre, me Ornela Islamin, e cila së bashku me Urana Tamburin kanë sjellë këtë vepër të fundit hije që të ndjekin pas. Tani, ne e dim që pas Robert Galbraith, këtij emri që në fillim ishte i panjohur, fshihet një nga autoret më të famshme të letërsisë botërore sot, J.K. Rowling. Exact, Betty. Është J.K. Rowling, është në fakt ajo kur e ka nisur këtë seri romanesh në vitin 2013, kur e ka botuar pikërisht në pseudonimin që përmend ti. Fillimisht për së vërtetës nuk janë shitur shumë kopje, por momentin që u mësuaj që në fakt ishte e madhja, sepse është shkrimtare e madhe, atëherë shitjet filluan pastaj të shkonin në stratosferë dhe me sa informacion kam unë, janë shitur rreth 20 milion kopje në 50 vendet botës, pra është një sukses i padiskutuar. Madje BBC ka realizuar edhe një serial bazuar në këtë libër. Kemi të bëjmë me një kolan me 7 romane dhe ky në fakt është romani i fundit. Janë historitë e detektivit Cameron Strike edhe e shoqes së tij, Robinit. Po, në fakt janë të dy, janë ortak biznesi, janë shok të ngushtë, por ka edhe një lidhje tjetër që ende nuk mësohet nëse është dashuri, nëse nuk është dashuri. Kjo në roman pas romani në fakt ka gjithmonë diçka që bën të kuptoj që lidhja e tyre shkon përtej një miqësie dhe një partneriteti. Tani kemi të bëjmë me një sag romanesh që nuk janë thjesht romane, por janë një anatomi e vërtet e shoqërisë moderne sot, veçanërisht e frikrave që përjetojnë njerëzit së brendshmi. Sa mirë Beti, më vjen shumë mirë që e ke kuptuar edhe që e thua, se në fakt nuk janë thjesht romane krimi apo romane me detektiv. Në secilin prej tyre, J.K. Rowling trajton gjithmonë tema sociale që janë nxehta. Në fakt ajo edhe njihet për përfshirje në debate publike. Dhe në fakt unë mendoj, po jo vetëm unë, e thonë edhe gjithë kritikët, që ti të njohësh një libër, të kuptosh një libër, duhet njohësh mirë edhe jetën e autorit. Në çfarë ka studiuar, çfarë bën, ku është i angazhuar. Dhe kjo në fakt është i angazhuar në disa nga debatet që janë më të nxehta ditët e sotme. Shpesh është konsideruar si kontroversiale, jo gjithmonë pëlqehet mendimi i J.K. Rowling, por në fundit ajo është e madhe edhe për këtë, sepse nuk ka frikë, ndryshe nga shkrimtarë të tjerë, apo nga regjisorë të tjerë, apo nga qoftë edhe politikanë, që për të mbrojtur pozitat e tyre shpesh u duhet që të bëjnë të përshtaten, le të themi, mendimin e masës. J.K. Rowling në të mirë apo në të keq nuk nguron që të sajën. Kjo e bën edhe të veçantë. Zgjedhja që bëri autoria për të shkruar romanin e parë me pseudonim nuk ishte thjesht një zgjedhje marketingu, por edhe një zgjedhje e detyruar nga presioni i madh, nga pesha e madhe që kishte emri i saj. Dhe ne e dim që ajo ka miliona ndjekës në mbar botën. Aq më tepër pastaj që ajo shkroi një seri, një kolan librash krejtësisht ndryshe nga Harry Potteri. Po, në fakt, fillimisht ajo nuk ka dashur që të identifikohet si shkrimtarja e Harry Potterit. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse zgjodhi që të dilte me pseudonim. Shtëpia botuese Editoria e ka nisur në 2014 botimin në Shqip të kësaj sage interesante të Robert Galbraithit dhe ka nisur me Këngën e Qyqes. Dhe siç e thash, domethënë që Rowling përfshin edhe nga një temë gjithmonë në librat e saj. Në këtë rast tema është paraqitja e së vërtetës, domethënë shpesh është ky dualizmi, çfarë është e vërtetë, domethënë ndryshe paraqitet dhe ndryshe është realisht. Dhe këtu trajtohet është një ngjarje që mendohet se është vetvrasje, në fakt pas saj fshihet një vrasje. Dhe këtu përfshihen edhe pikërisht kjo, pra sa duhet i besojmë asaj që ne shikojmë, apo sa duhet i besojmë asaj që na përcillet nga palë të tjera. Të lutem, mund t'i përmendim pak edhe këta librat e tjerë nëse më lejon. Është libri i dytë, Krimi i Mëndafshit. Po, dhe në këtë libër trajtohet bota e publikime dhe e krimtaria, që mund të përdoret në fakt edhe si armë. Në qendër të këtij romani është një shkrimtar dhe ai ka një dorëshkrim i cili përmban një sër të vërteta që djegin. Për të kaluar tek romani i tretë, Rruga e së keqes.
Në fakt edhe nga titulli kuptohet që eksploron natyrën e skeqes dhe hakmarrjen. Këtu Strajku dhe Robini persekutohen nga një vrasës ndërkombëtar, po këtu gjithashtu trajtohen edhe dilemat e brendshme të personazheve, po edhe të natyrës njerëzore, sepse ajo përmend dy personazhet kryesorë që kemi ne, po në fakt mund të identifikohen shumë njerëz që i lexojnë. Mandej e bardha që vret? E bardha që vret bëhet fjalë për një ngjarje që është parë nga sytë e një fëmie, përmban aspekte sociale dhe politike, edhe si shtresa të ndryshme ndërveprojnë me njëra tjetrën, edhe si sillen. Bëhet fjalë për Londrën, po si gjithmonë temat janë universale dhe çdo publik, çdo lexues mund gjendet në to. Vim pastaj tek Gjaki i Trazuar, i publikuar në Shqip në vitin 2022. Çështja këtu për të zgjidhur është humbja e një gruaje para shumë vitesh, edhe trajton se si ngjarjet të së shkurës ndikojnë në jetën tonë të përditshme, domethënë në të tashmen. Dhe për të ardhur tek vepra e parafundit që ti e ke përkthyer së bashku me Virgjil Muçin, Zemër ster e zezë. Në fakt këtu është bota e internetit, ne të gjithë prekemi nga bota e internetit, është masive tashmë, preket, domethënë trajton se si bota e internetit mund të ndikojë pozitivisht në jetën e njeriut, por si mund të ndikojë edhe negativisht. Në fakt këtu përmendet dhuna, është ajo gjuha e urrëties që ne diskutojmë sot. Shumë njerëz, ndoshta kur i ke përpara syve, pavarësisht se çfarë mendojnë për ty, nuk marrin lirinë të thonë ca gjëra që në fakt e marrin në momentin që janë të fshehur prapa një ekrani të një kompjuteri. Prapa anonimitetit. Po, domethënë dhe sa ndikon kjo në jetën e njeriut, domethënë deri ku mund të shkojë natyra njerëzore, sa të këqij mund të bëhemi me njëri tjetrin. Dhe këtu është rasti i një vajze e cila ka ndërtuar me shumë mund një serial në YouTube, dhe të gjithë ndjekësit e saj, të cilët janë bërë fanatik të këtij seriali, i kthehen mbrapsht në momentin që mësohet që Netflixi apo diçka e tillë, një platformë e tillë, kërkon që ta bëj film. Dhe këtu shkon jeta e një vajze e përfundon shumë keq. Domethënë kaloi deri në vrasje dhe në fakt këtë trajton edhe romani, mundohet të gjejnë se cili është ky njeriu që nxiti këtë urrëtitjen masive në botën e internetit. Ornella, romanet e Galbraithit janë shumë kompleks, të paktën kjo seri policore, me shumë personazhe, me shumë ngjarje, edhe tejet voluminoz, duhet thënë, veçanërisht me dialog. Po. Të cilët e vështirësojnë apo e lehtësojnë punën e një përkthyesi? Jo, e vështirësojnë dhe vështirësojnë shumë sepse ka shtresa të ndryshme, domethënë këtu kemi të bëjmë me personazhe të ndryshme, janë personazhe siç thash të shtresave të ndryshme, kështu që edhe regjistri lingvistik ndryshon. Janë gjithashtu ajo përdor edhe dialektin shumë, dhe në fakt unë këtë do doja ta thosha sepse dialektin në Shqipëri ndonjëherë shpesh ose ndonjëherë le ta themi kështu përkthehet me dialekt, në fakt gjë që nuk, domethënë rregulla dhe po, përkthimi ka rregulla, kush thot kundërtën nuk ka lexuar mirë sa ç'duhet, nuk përkthehet dialekti me dialekt për një sër arsyesh, sepse edhe mund të ngatrojnë lexuesin, për shembull një personazh që është amerikan, latinoamerikan le të themi, në momentin që ne e përkthejmë me një vlonjat apo tepelenas, duke marrë domethënë këtë të jugun, domethënë shkakton konfuzion, ndonjëherë bëhet edhe qesharak. Bashkohem me mendimin edhe me konstatimin tënd. Faleminderit. Tek hije që të ndjekin pas, këtu hyn në lojë të tjerë mekanizma, veçanërisht ato të manipulimit mendor nëpërmjet atyre që konsiderohen si sekte fetare. Po. Kontrolli i mendjes është në fakt tema qendrore, është pikërisht kontrolli i mendjes. Në këtë rast ajo ka marrë sektet fetare, po ka 1001 rrugë se si mund të kontrollohet mendja e dikujt. Ajo ka përmendur, në fakt e ka thënë vetë në një intervistë që i kam dëgjuar, që temën e kontrollit të mendjes e ka pasur gjithmonë shumë të dashur për veten, e ka dashur ta trajtojë dhe ka përmendur fillimisht në një nga romanet e saj të parë. Këtu qëndron edhe aftësia e J.K. Rowling, një në klapa. Ajo në qoftë se një roman e ka 1000 faqe, në fakt ajo mund të ketë është shumë fishoje shënimet e saj. Pse e them këtë? Sepse për çdo personazh që ajo përmend aty, edhe në qoftë se e citon me 2-3 dialogje ose me 2-3 fjali, në fakt ajo ka ndërtuar një background, quhet në gjuhën teknike, me shumë faqe këtij personazhi. Dhe një nga këta personazhet ajo ka përmendur në një nga librat e para këtë çështjen e kontrollit të mendjes dhe e ka trajtuar gjithsesi këtu. Tani për të arritur për të shkruar këtë libër, nuk mjafton thjesht fantazia e J.K. Rowling. Ajo bën një punë shumë të kujdesshme, shumë të imët, sepse ka trajtuar teologjinë.
ka trajtuar filozofin, ka trajtuar edhe psikologjinë, pra të gjithë mekanizmat për ta përcjell sa më mirë çfarë mund të bëhet me trurin e një njeriu dhe deri ku mund të shkojë. Dhe në këtë mënyrë, autoria arrin të eksplorojë të gjithë këtë botë të re moderne në të cilën ne jetojmë sot. Deri dhe humbjen e personalitetit, sepse në momentin që dikush na merr në kontroll mendjen, ne humbim personalitetin tonë dhe lëvizim si robot, gjithkush mund të bëjë gjithçka me ne. Pra janë romane ku gjithë secili prej nesh mund të gjejë një copës nga jeta e vet e përditshme, edhe pse jetojmë në Shqipëri apo personazhet trajtohen janë tema universale, Beti. Kjo është ideja. Janë tema universale. Ornella Islami, më falenderoj që ishe një grush librash edhe shpresoj që biseda jonë të jetë një ftesë për lexim për këtë sagë shumë interesante, roman kriminal, por edhe shumë psikologjik të Robert Galbraith ose ndryshe J.K. Rowling. Faleminderit. Faleminderit, Beti. Ngjarjet e para pas viteve 90 shënuan një kthes dramatike për shoqërinë shqiptare. Rënja e sistemit solli liri, por edhe një realitet të panjohur, krimin e organizuar, dhunën dhe pasigurinë. Pikërisht në këtë periudhë vendosen ngjarjet e romanit Etja për ndëshkim, një libër që rrëfen nga brenda përballjen e shtetit me krimin e parë të rënd në Shqipërinë e tranzicionit. Autori Ndriçim Mesiti sjell në letërsi përvojën e tij shumëvjeçare në radhët e policisë së shtetit, duke ndërtuar një fabul që mbështetet mbi ngjarje dhe personazhe të frymëzuar nga jeta reale. Në qendër të romanit është një vrasje, ngjarje e parë kriminale në Tiranë, që tronditi jo vetëm opinionin publik, por edhe vetë strukturat e rendit, të papërgatitura për një realitet kriminal të ri dhe brutal. Libri Etja për ndëshkim është një libër eksperiencë që ka daton nga 92 deri në 97 deri me 25 dhjetor të vitit 1997. U befasum njëherë, si trup policor u befasum sepse edhe vetë populli, vetë shoqëria u befasua nga mënyra e drejtimit ashit ekonomik, politik, për çdo gjë, edhe policia pati atë është pjesë e shtetit. Edhe më kujtohet ky Namik Linza i arti, më kujtohet kur tha: populli ka ndjeshmëri politike. Edhe tha, është majtas dhe djathtas, po kriminali nuk është as i majtas as i djathtë. Ai të dëmton, e dëmton gjithë shoqërinë. Prandaj, në ato shtëpia ku është majtas, fut janë i majtas. Në ato shtëpia ku është djathtas, fut janë i djathtas. Ju jeni punonjës të policisë shtetit. Unë që kur kam dalë nga bankat e shkollës, kam dalë si punonjës i policisë shtetit. Si njeri në shërbime të ulumtive, kam qenë domethënë gjithmonë i shtetit, jo i pushtetit. Nuk ishe dëgjuar në kryeqytetin tonë, nuk ishin dëgjuar krime shumë, ishte diktatura, domethënë që ishte për fjalën e lirë për çdo gjë, por nuk ishin dëgjuar krime ndaj personit, krime të ashpra, vrasje, grabitje. Dhe detyrimisht domethënë u ndodhem edhe në një fushë bosh. Dhe Drini Misha që është aty, bashkë me kolegët, u ndodhen përballë krimeve që edhe si kishin pas në eksperiencën e punës tyre. Libri sjell edhe portretin e policit të viteve 90, një figurë që punon pa orar, pa mbrojtje dhe shpesh në heshtje, me strysnisë politike dhe rreziku të përditshëm. Çdo njeri shikohet siç shikon doktorit smurin. Më kupton, nuk shikohet tjetri si kriminal. Shikohet pse ai arriti në këtë, sepse njeriu për shkak të rrethanave, kushteve familjare, kushteve sociale bëhet domethënë me rrugë gabuar. Nuk është se lind domethënë i tillë ose domethënë ka dëshirë të bëhet i tillë. Edhe duke nisur nga ky kontekst thash, si mund ta shpëtojmë këtë njerëz? Absolutisht domethënë këtu ishte gjithë drejtimi i punës me format edhe metodat e punës tonë. Atëherë çfarë? Duhet gjithmonë, siç është Drini Misha bashkë me kolegë e tjerë, domethënë të arrisin të njohin shumë mirë nga vinte ky njeri, nga bota e krimit apo vinte nga një familje e shëndetshme, e çdo gjë. Si lindi krimi që bëri ky? Domethënë të gjitha këto të çojnë domethënë që ta qush tjetrin kriminal apo një njeri që u bë viktime vetë krimit me vrasjet që bëri. Unë këtë roman ja kushtoj punonjësit policisë, ish shefit krimeve të komisariatit numër 3 Tiranë, Avdullah Gjuzi, i cili u vra nga dora kriminale.